Bajram Efendi Agani gjithsesi do të shquhet dhe të mbahet mend edhe si një prej autorëve të hutbeve që i mbajtin kohën sa ishte në shërbim. Nuk kam pasur rastin që të kem 3 hutbe të tij në të cilat Bajram Efendi Agani flet për ndalesat e ndryshme islame, si kundër janë bigjozi dhe alkoholi, por edhe një hutbe tjetër tepër interesante në cilën udhëzon besimtarët për pastërtinë si një prej postulateve themelore të islamit. Këto hutbe karakterizohen me një gjuhë të qartë, rrjedhshme, me një gjuhë të kuptueshme për xhamatin e asokoshëm. Kemi parasysh se bëhet fjalë për periudhën me njerë pas luftës dytë botërore, kur edhe xhamati nuk ishte në gjendje që të kishte një nivel dhe të kapte ligjërata të cilat mund të ishin të themi të një niveli shumë të lartë. Këtë si duket e kishte parasysh Hafez Bajram Agani, prandaj ai në këto ligjërata gjithmonë kishte kujdes që gjuha të jetë sa më drejt për drejt, sa më kuptueshme dhe më e qartë.